Një tjetër natë magjike vere në amfiteatrin e Durrësit, por këtë herë me muzikë klasike. Në këtë ditë të fundit të qershorit, Orkestra e Harqeve Durrës sodhi paradhuruesit e muzikës klasike, një koncert me pjesë nga kompozitorë të njohur shqiptar dhe të huaj. Mes pjesëve mjaft të njohura të klasikëve të famshëm, si Çajkovski, Elgar e të tjerë. Spektatorët patën mundësi të shohin premierë veprën Vals Fantazi të kompozitorit durrësak Ylli Ramzoti, që rrëmbeu duar trokitjet e publikut. Sot në amfiteatrin e Durrësit kemi një mbrëmje klasike me orkestrën e Harqeve, një mbrëmje ku janë të ndërthurura periudhat kohore, duke filluar që nga periudha klasike me klasikët botëror, Çajkovski, Elgar dhe deri tek bashkohorët Bernstein. Kemi një repertor larmishëm, duke filluar nga muzika filmit, repertori klasik me Çajkovskin, pjesë shqiptare, kemi nga gjitha llojet, kemi kompozitorin durrësak Ylli Ramzoti, janë shumë pjesë orkestruara nga i nderuari Moni Kuriçi. Është një kënaqësi e madhe për mua që sonte Orkestra e Harqeve të Aleksandër Mojsiu të Durrësit do të luajë një pjesë premier timen, e cila quhet Vals Fantazi. Kjo vjen mbas shumë veprave të tjera që unë kam shkruajtur për këtë formacion. Ndjehem si në shtëpi edhe për më tepër jam shumë e lumtur që sot do të performoj me pjesë shqiptare, Kënga Arbëreshe, e cila për më tepër është orkestruar nga Moni Kuriçi. Megjithse janë krijuar për të ekzekutuar në ambiente të mbyllura, interpretimi i këtij repertori në skenën e hapur të amfiteatrit antik dhe në ndritën e hënës dhe yjeve në qiell, krijoi të këtu pranishmit një atmosferë magjike që vetëm tingujt e muzikës së mirë dinë ta krijojnë.